Një ngjarje tjetër për juve të nderuar shikues edhe për ty Aziz, me këtë dietar që përmenda në këtë xhami që e kishte mbajtur fulbin më të shkurt në histori, ka ndodhur në raport me udhëhecin asaj kohës që kishte pas emrin Boqive. Ai kishte pas domethënë dëshirë që njerëzit që punojnë mos me agjeru, kimse sipas arsyetimit të tij apo sipas pretekstit që ka përdorur ai, arsyetimi kishte qenë se kimse agjerimi po pengon produktivitetin dhe zhvillimin e shtetit. Prandaj edhe ka kërkuar fetva me dhomë që me ja leju atyre që punojnë mos me agjeru. Edhe një herë gjatë ditës së Ramazanit subhanallahu kishte pi edhe kafe që me i stimulu, me nxit njerëzit me prish agjerimin. Tahir ibn Ashur, i dietar, Muhammed Tahir ibn Ashur, i dietar i nderuar, direkt, drejt për drejt në televizion, ishte dalë edhe e ka përmend dispozitën, e ka shkjellu dispozitën sipas rregullave fetare të agjerimit, edhe e ka përmend ajetin ku Allah subhanahu wa taala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju që keni besu, ju është bërë obligim agjerimi juve dhe atyre që keni para jush në mënyrë apo me qëllim që të bëheni të devotshëm. Edhe e ka treguar, ka sqaruar se kujt i lejohet me prish agjerimin, si ata që janë udhëtar apo ata që janë të smur, apo ka përmendur ata që janë luftë për me çliru vatanin, domethënë në momentet më të vështira kritike për me qenë domethënë të fuqishëm, ka thonë, edhe këtë vaka ka thonë edhe e jap edhe unë. Amo ata që punojnë, tu ka qenë çështje, ata që punojnë atyre nuk i lejohet me prish agjerimin, edhe nëse e kanë punën e vështirë. Edhe kjo çështje është domethënë bazë rregullat fesë. Edhe në fund subhanallahu ka lënë përshtypje një fjalë që kishte thonë, edhe ka hyrë në histori kjo, ka thonë wa sadaqallah kadhaba Boqiva. Ka thonë vërtetën Allahu dhe ka gënjur Boqiva, domethënë presidenti i asaj kohës që ka qenë Muhammed Tahir ibn Ashur ka lind në vitin 1879, ka vdekur në vitin 1976, në 1973 ndodhet. Ai ka qenë vërtet një frymëzues për shumë dietar, ka qenë trim i madh, edhe një dietar shumë i shkafët, dhe në shumë shkenca të fesë, ka libra të shkruara, edhe ai këtu domethënë prej këtij ka dalë këtu, ky universitet domethënë ka qenë edhe profesor, ka qenë edhe kadi, ka qenë mufti i Tunezisë, dietari më i madh i Tunezisë në atë kohë, ka qenë ky dietar i ndershëm. Edhe ai domethënë në këtë xhami ka ligjëru, edhe ka bajt hutbet, edhe hutbën më të shpejt në historinë që përmenda në herën e kaluar. Allahu e shpërbleft këtë dietar dhe gjithë dietarët tjerë. الأعذار الشرعية المبيحة للفطر في رمضان هي المرض والسفر بنص القرآن المبين. وقاس بعض العلماء الجهاد للدفاع عن استقلال الوطن فأباح الفطر في رمضان للمجاهدين فيه، وهذا الرأي هو الذي أتقلده وأفتي به. ويجب الصوم على الأصحاء أصحاب الأشغال اليدوية الشاقة المضطرين للشغل للقيام بشؤون حياتهم وحياة أهليهم، ولا يلزم الشغالين ترك العمل